رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله أي نجوى أي طهري أي حب راح يغري سجدة بالنور تسري إنها يقظة فكري أي نجوى أي طهري أي حب راح يغري سجدة بالنور تسري إنها يقظة فكري إنها يقظة فكري فيها أسلمت كياني جامعا كل الأماني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër, fillimisht falemndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na ka mundsuar që të takohemi dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të zbresë rahmet dhe bereqet në mejlisë dhe takimet që në to na të bën fjala Allahut Azza wa Jall dhe fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu nga mirësitë e këtyre mejliseve, Allahu Azza wa Jall mos na ban mahrum. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ban shpëtimtar që meritojmë vërtet të hipmi në anijen e Nuhit alayhis salam. Siç ka thonë Imam Malik, në kohën e sprovave dhe fitneve, mjeti i shpëtimit për njerëzimin është anija e Nuhit, Kurani Kerimi dhe Sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se mos me pas qenë Kurani Kerimi dhe Sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si kish pas mundësi njeriu të gjenë rrugën e shpëtimin, në veçanti në koharat e turbullirave, sprovave të dunjas. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse shfletojmë sunetin e tij, do të shohmi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lënë shumë mjet që me to inshallah e gjejmë rrugën e shpëtimit. Allahu Azza wa Jall na porosit në Kurani Kerim dhe të thot fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Pra ne me emrin Allahut Azza wa Jall do të flasmi për një lloj të ibadetit të braktisur. Nga se ne shpeshherë e konsiderojmë ibadet namaz, apo njeriu krenohet nëse ju ka mundësu gjatë natës të ngritet në mesin e natës të i ban 2 rekat namaz. Apo nëse Allahu Azza wa Jall ja ka mundësu dhe ka veçu që të agjeron në një ditë, dhe ai mendon se vetëm këto janë llojet e ibadetit. Ndërsa ka shumë lloje të ibadet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe na ka nxirë që të kapmi për to, ndoshta këto lloje të ibadeteve shpeshherë njeriu është në gaflet dhe i ka braktis dhe i kalon pas shpinë. Ka porosi Allahut Azza wa Jall që Allahu thot në Kurani Kerim, fattaqullah wa aslihu dhata bainikum. Keni frikë Allahun Azza wa Jall dhe përmisoni njëri tjetrin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith na tregon dhe thot: a keni dëshirë që t'regoj për një lloj të ibadetit
që është më me vlerë se sa namazi natës. Është më me vlerë se ta agjerojsh ditë nafile. Është më me vlerë se sa t'jepsh lëmorës dhe sadaka. Të pranishmit shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thanë, na tregoja Rasulullah, cili nga ne nuk ka dëshirë dhe nuk lakmon që të gjendet në këtë lloj të ibadetit, që ki ibadet, ki lloj ibadetit është me vlerë të Allahu azza wa jall ma shumë se natën me bon namaz natë. Ma me vlerë se sa me agjeru ditën dhe me dhënë lëmorë sadaka. Tha përmisimi, pajtimi di muslimanëve. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se hidrimi dhe prishja di muslimanëve a qethje. Nuk jam duke ju thonë që ti qeth flokët e kokës, po ta qeth dinin. Ta qeth dinin. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folë në shumë hadithe mbi moralin. Derisa i vetmi ndoshta ke hadith është i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë: "Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq." Jam i dërguar që ta përsosi moralin. Jam i dërguar që ke mesazhi im mbaron ditën kur unë e përsosi moralin. Ditën kur njerëzve jam mësoj si të sillen njëri me tjetrin, si të mendojnë dhe si të jetojnë, që ne me emrin Allahut azza wa jall do t'i rrëfejmë disa rrëfime nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga shokët e tij, gjeneratat e arta, si jetuan, çka vepruan, si arriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të menduarit e tyre, që janë ndryshon, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha me një hadith: nuk ka ibadet që peshon të Allahu azza wa jall, normal pas besimit, maran se sa morali mirë. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu me sjellje të mirë, me moral të mirë, thot e arrit pozitën e atij që ban namaz tan natë dhe agjeron gjatë ditës. Pra cili ka mundësi prej ne, nga ne, që gjatë natës të ban ibadet, gjatë tan ditës të agjeron. Pra asnjoni nga ne ndoshta s'ka mundësi ta ban këtë, ama ka mundësi ta përmison sjelljen dhe moralin. Nga se kjo në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ne po ju rrofejmë hadithe të vërteta, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se njeriu arrin me moralin dhe sjelljen e mirë të tij, të arrin këtë ibadet, sikur që të shfalta natën dhe të kishte agjeru gjatë ditës. Pra nëse ne jena të dopt dhe s'kena mundësi të agjeroj, s'kena mundësi që gjatë natës të ngritemi dhe Allahun azza wa jall të veçohemi, atëre të përpiqemi që të arrim pozitën e atyre që e banën këtë ibadet, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith neve na i shkurton rrugën e xhennetit. Vetëm ngel prej nesh që këtë që ndëgjojmë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta shndrojmë në vepër. E do të shohim inshallah rrëfime nga të parë tonë, nga se kjo libër është një libër i mrekullush. Dhe studentët e Egjiptit që kanë qenë bashkë me ne e dinë. Për shkak se pas Allahut azza wa jall, kjo është libri i cili na ka kursi shumë kohë dhe na i ka rujt gjuhat shumë. Për shkak se kur e shef të parë tonë ku kanë qenë, çka kanë vepru. Sikur se Rabi ibn Khuthejmit e pyetën një ditë dhe i thanë pse s'po përgojon, kur s'kena një të bo gibet. Tha di përse? Tha se s'jam kënaq me veten e të lirohen atë mirë në me të qertë. Tha unë e ende s'kam arrit atë pozit, që unë që të më pëlqeje veqja, tham mashallah vetës e të kaloj pastaj e të mirë në me të qertë. Për këtë arsye Rabi ibn Khuthejm dhe ato të si Rabi ibn Khuthejm arritën këtë pozit, dhe do të shohmi se ato me orvaqe dhe përpjekje e kanë arrit këtë pozit. Transmeton Talha ibn Omar. Pra unë do të shkortoj, do të zgjedhi vetëm disa rrëfime, që lutim Allahun azza wa jall
që vullnetin e lartë të na ringjall në zemrët tona dhe të fillojmë të i përmirësojmë zemrët tona dhe t'i kthejmë në atë kible siç Allahu Azza wa Jall na ka porosit. Nga se ne jemi rob të Allahut Azza wa Jall. Të Allahu ka kërku nga ne që jetojmë jo se ne si dojmë, po të jetojmë siç Allahu Azza wa Jall na ka porosit. Për ata Talha ibn Umar i thash, qultu li Ata. Ju e dini Ata ibn Abi Rabah ka qenë një nga dietarët më të mëdhej në Mekë. Kohën e haxhit s'ka dhënë fetva askush përveç se Ata ibn Abi Rabah. Në fizionomi me pas këshira Ata ibn Abi Rabahin ka qenë sikur që me qenë një rob zeshkan i dopt. Kur kujnë e sinin s'ja ka mush. Megjithatë, Allahu Azza wa Jall Ata ibn Abi Rabahit i pa dhënë bereqet në jetën e tij. Pra ishte ai i cili mbretin e asaj kohe khalifën e rënditi në radhë. Kur dashti me pyet diçka tha, del në radhë se njerëz dojnë me pyet para tij. Kanal para teje prit rën. Pra kjo është Ata ibn Abi Rabahi. Ata ibn Abi Rabahi kur e pyeti njëri dhe i tha, çka mendon? Tha isha me abdes, kaloi një njeri pranë meje. Kaloi një njeri pranë meje dhe i thash shokut tim ka na bon sikur me qenë femër. Tha pastaj e fala namazin. Tha çka është puna e namazit tem? Ata ibn Abi Rabah kishte. Tha ti kur e përgojove, a para se me fal namazin, a mas? Tha jo përpara. Tha atëre merr avdes dhe përsërit e namazin. Pra kjo është Ata ibn Abi Rabah, i cili gibetin e konsideronte që ta prish abdesin, mos flasmi që ta prish namazin. Pra këtë mendim ka qëndru dhe e dim, do me thonë ka anuën Aisha radiallahu anha, Ibn Hazmi, Imam Evzaiu dhe kështu me radhë që do të shohim inshallah në të ardhmen. Për këtë arsye, Talhat ibn Umar tha ish në të Ataja. Dhe tek Ataja i vishin lloj-lloj njeri. Për këtë arsye Talhat ibn Umar një njeri tha te Ataja dhe unë ishta prezent. Tha mirë, po unë ishta pak më i vrazhg se Ataja, jo pak po më shumë se ai. Dhe i thash Atas, vërtet jam i vrazhg ndaj këtij. S'muj ta baj ketan ket me xhlis, para ta unë dal, tha mo. Se Allahu Azza wa Jall ka thonë Kurani Kerim, wa qulu lin-nasi husna. Kur të fletni me njerëzit, flisni me fjalë më të bukura dhe më të mira. Gjithashtu transmeton Ebu Sinani, i cili tha shkova te Said ibn Jubairi. Ju e dini kush ka qenë Said ibn Jubairi? Prej zotnive tabiinëve. Said ibn Jubairi që e ka mbit Haxhaxhi. Dhe Allahu Azza wa Jall pas mbitjes së Said ibn Jubairit, Allahu i ka liru pi sherrit të Haxhaxhit musliman. Dhe e pyeta Said ibn Jubairin dhe i thash, vjen një zarpuc dhe flet fjalë të bukura me mu. Tha çish ja kthej ati? Tha ktheja çish të folaj. Nëse posedon dhe një fjalë dhe më të mirë ktheja. Për çka? Ka thonë se e kam pyet Ibn Abbasin për këta që po mpyet, ai më thonë dhe Firauni me më fol me fjalë të bukura ja kthej me të bukur. Dhe Firauni nëse më flet mirë, ja kthej me të mirë. Gjithashtu transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që e transmeton Ebu Hurajra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilayya, më të dashurit e unë, cili nga ne s'ka dëshirë të jetë më i dashur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo njeri nga ne pretendon dhe thot unë më i dashur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po kush është ai i cili e përcakton se cili është më i dashur te pejgamberi Allahut? A unë apo ai? Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot më i dashurit te unë është ai i cili e ka moralin dhe sjelljen më të mirë. Pastaj thot el muwati'una knafen, ato që janë modesta, ato të cilët nuk kanë dëshirë të dallohen nga të qertë, përkundrazi, kanë dëshirë që të ulë. Për ata e kishin pyetën ujin, kishte ra ros, edhe prek njoni e merr një fletë, e shef fleta e lakt. E pyet ujin dhe i thot ujë,
ka erdhe këtu ka qnalt. Në majën e pemës, fleta e lakt. Dhe e pyet ujin dhe i thotë, uj, ka erdhe ti që ka qnalt. Tha se unë e bona modest hina në tokë, Allah më qoj nalt. Pra Allah azza wa jall i ngrit ata të cilën kanë modesta. Derisa ka thonë pejgamberi Allahu, çdo kush që i bëhet modest për Allahun, Allahu azza wa jall në kokën e çdo njeriu te ka çu ka një melek. Nëse ngren kokën, Allahu ja ul. Nëse ul kokën, Allahu ja ngren. Pa atë më të dashur te pejgamberi Allahut, ma në men. Kush ka dëshirë më i koni dashur te pejgamberi Allahut, çka po do i ka me bon? Ka thonë pejgamberi Allahut, ai i cili e ka moralin më të mirë, një. El muwatti'una knafen, ai i cili supët e tij ul, pra modest. Alladhina ya'lafuna wa yu'lafun. Dhe ato që shoqënohen, pra ke mundësi të shoqërohesh me to, ti dhe ai shoqërohet me ti. Pra i cili me vllaznit e vet ka mundësi me bon. Ndërsa më të urrejtur te pejgamberi Allahut kush janë? Wa inna abghadakum ilayya, më të urrejturit te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë ata që i bartin fjalët. Thot el masha'un bin namim, ato që i bartin fjalët. El mufarriqun bayna al ahibba, që i dojnë ditë të dashur. Dhe vllazni janë dash për Allah, ja unë i merë, baj fjallë pi këti, që të ki. Pi ke ki, të aj. Pi të aj, të ki. Pi të ki, të aj. Dhe i dashën, zemrat e njerëzve nuk janë prej guri. Qofshin dhe pi guri, ndikot. A nuk kanë që i guri bardh, që i ka zri pi gjennetit është ndiku për çka prekjeve, gjuna qarve që i kanë kalu dhe kanë prek, as ka thonë pejgamberi Allahu që i është guri gjennetit, kur ka zbrit ka qenë ma i bardh se të bora, si kur që mos ta kishin prek mushrikët, s'kishte shku një agji me prek, vetëm Allahu e kishë shëru prej këtë smunjë. Allahu ja ka morë këtë veti, ja kalon një qetër. Ja kalon pasrimin e gjunave. Me gjitha ta, kush e ka nëzin gurin, i cili janë shingurt. Gjunat e njerëzë. Po gjithashtu zemrat janë prej gjaku dhe mishi. A ka mundësi që mos më ndiku? Nuk ka mundësi mos më ndiku. Pa ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si transmetohet nga një sahabi i cili tha, më mor pejgamberi Allahut për dorë mu, me dorën e gjathë. Në anën e majt ishte një shoku i qetër, dhe më pyti kalum me një bache. Në atë bache, kishin qenë disa vareza. Në transmetim thunë di, qërë transmetim e thot ma shumë se di. Pyti pejgamberi Allahut, thanë të kun janë këta vareza? Tha nja Rasulullah, fisi filoni kanë vërost vetëmit e ti në kohën e gjahiljetit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këta di vareza, këta di banor të këti varezave, po dënohen fort për një sen të letë, mirë po nuk është e letë. Tha nja Rasulullah, për çka po dënohen? Tha po dënohen për çka barqeve të fjalave, në një transmetim, thot për shkak gibetit. E dita nga ato, është për shkak se kur urinon nuk kujdeset në pastrimin e urinës së tij. Mirë po janë duke u dënu fort. Me dënim të dhemshëm. Ka thonë dietar pse fort? Ka thonë për shkak se ai që i bart fjalët i prish muslimant. Ai që i prish muslimant ka mundësi t'i derdhë gjaki muslimanëve, për ata ki barqja e fjalëve shkakton problem të madh. Dhe i ngjet njëri me tjetrin. Pra transmetohet si njeri e ka qit një rob në pazar me shit. Ka mishteria me ble, ka thonë, a ka dhe një behon, kejtë mirit i ka, ki vetëm se ka qef mi bajt fjallët. Së një ma fjallët. Nuk ka shpion po, tha nuk jam shpion po, tha fjallë së një maj. Po me jekëvedit ata i barë fjallë. Tha kja pëse i barë fjallë, në t'i barë, s'ka këton shumë probleme. E për shka boni, shkoj të burri asaj dhe i tha gruja jote a dashuru në dikan, nuk është duke dasht. Shkoj të gruja i tha burri jot, tha donë me morë ditën, nuk është e knaqën me ty. E atë qka të baj? Tha unë po të mësoj, tha ku të bere me flet, mere thikën apo gërshont,
shkoj e mere një kime pi mjekrës ati, apo flokve unë e të baj magji, burri jot ti e donë fort dhe nuk merë nuse dit. Tha po jo ku kjo let? Ati shkoj i tha, nëse nuk më beson se gruaja jote është dashërun dikan qetër këshiku të bish me flet, dhe një natë banu se po bin gjumë dhe kam flet, këshire shka ban me ti. A i ra o bon kër e shef, kër e po grujen po i vën me thiku, që e miti gruan, erdhën miqët edhe e mitën dhëndrin, u që kabilja e ti, i miti miqët e ati, edhe u bon fesat i madhë, për çka? Për çka barqeve të fjallëve. Pra barqe e fjallë, sinin e njerëzve është e letë, mirë po është ka dënim dhe pasoja të rëndë. Pejgamberi Allahu tha, më të urrejtur të unë, janë ata të cilët i bartin fjallët, i prishin të dashurit, dhe treta, el multemisune lil buraa il anet. Dhe ato që me lup i përcelin njerëzit me agjet dhe një gabim. Ata të cilët, në veçanti njerëz të cilët kanë të mira. Kanë të mira dhe kanë gjënoj. Ja përcelin ati, mos po gabon dikone po na kënaqsh. Pra kjo janë më të urrejtur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye kena kujdes mos të boni për atin. Misbar ibn Makhrama ishte një shoku pejgamberit Allahut. Dhe gjithnjë e kritikoi ke Muavijen se Muavija qeveritar. E kritikoi ke Muavijen gjithnjë. E transmeton Urwa, tha Misvara më ka tregu dhe më ka thonë. Një ditë më dol puna me shku në Sham. Shkova në Sham, hina te Muavija kishta punë te Muavija. Muavija u ngrit dhe më msheli derën, tha ja Misvara. Më tregon mu, ajde tregom ti para mu, se kam dëgju se shumë ti më përgëjon. Ke fol shumë për mu, tregom mu, cilët janë ato të metat e mija, që ti e tazon rrugën edhe i shef se gabim. Tha atëre i thash, ja Muavije, më liron, leja ta shë kam fol se ajo ka qenë e kaluar. Tha vallahi nuk ta qeli derën, tha pa më tregu gjdo sen që ma shef gabim. Tha atëre ja nisa Misvara, një nga një me ja përmen gabimet Muavijes deri në fund. Tha masi e krita, tha ja Misvara, mirë në regull, kejtë këto që i përmene, as njëherë unë s'kam dal me thonë se jam pa gabime. Tha ja Misvara, as një të mirë se kama? Tha jo kije të mira. Tha po pse s'mi përmene dhe të mirët kur mi përmene të këshijet? Tha Misvara i thash, të mirët nuk përmenen, po vetëm këshijat përmenen. Tha po mirë ja Misvara. A ban tha edhe një pyqe me të parashtru. Tha unë e di se i takoj një dinit, një fe, se Allahu të mirën e shpërblen, e shumë fishon, me 10. Të keqen, një e le. Tha mas i pas në të mirën. Tha nuk është gjengje, që do të mirët, mu pas shumë fishu të Allahu, e të këshijet me met pak e mu tret në ta. Tha Misvara, këtë rast thas dita me ju përgjit. Tha ja Misvara, a ban me të pyjtë diqka. Tha tja ki nuk ki e gabime dhe gjunohe. Tha kam. Tha dhe unë se arsjetoj vetën te me pi gabime dhe gjunohe. Tha ja Misvara, kush të bani ti që të jesh ma i sigur se Allahu ti falë gjunohet e Muavijës ja falë. Kush të bani ti të sigur se Allahu azza wa jall Misvarës ja falë gabimet, ndërsa Muavijës nuk ja falë gabimet dhe gjunohet. Tha besoni se kur të ma ka thonë këtë fjallë, tha më ka rinjallë dhe më ka vedisu, mu ka do gëveqja se gjithmonë kisha qenë nga fletë. Tha Urwa, pas asaj ditë, dhe i tha Muavija ja Misvara, wallahi unë i takoj një dinit, të cilën Allahu azza wa jall e shpërblen njerin për të mirën shumë fish, dhe i takoj një dinit që besoj që Allahu azza wa jall njeri nëse e dënon me aq gjuna shaka bo e fal, po dhe e fal. Tha unë që ati dini takoj. Tha ja Misvara, wallahi, me ma dhonë mu e me zgjedh, apo zgjedh dunjon, apo Allahu në akiretin, tha Muavija, tha e kish zgjedh dhe në akiretin, Urwa transmeton dhe thot prej asaj dite, as njëherë së shpërmen Muavija në mejlisin e Misvarës, vetëm se Misvara ka bon dua për Muavijën dhe ka thonë, o zoti madh,
më shiroj Muavijen, nga se më rinjalli zemrën dhe më vedisoj dhe më largoj gafletin. Pra këto ishin ata burrat të cilët ishin të vendosur në dinin e Allahut dhe ishin të interesuar fillimisht që seriozisht ta shpëtojnë vetën e tyre. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për ato që janë afër, të dashur te pejgamberi dhe tregon për ato që janë të urrëtur. Dhe s'ka dyshim se çdo njeri nga ne ka dëshirë të jetë i dashur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po nëse s'ka mundësi që të arrit krejtësisht, ka thonë pejgamberi Allahut se didu wa qaribu. Ka thonë nëse nuk ja qëlloni përpiqnu, afronu, përpiqnu që ti posedoni ato cilësi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka preferu. Transmeton Ebu Hazim Selemet ibn Dinar, i cili ka thonë: morali dhe sjellja e keqe është bela. Belaën dhe sprovën më të madhe kush e hek? Tha vetveçja e tij. Kush hek me baj, me moralin e keq, njeri kur ta ketë sjelljen e keq, mas pari tha hek veçja e tij. Mos flasmi tha për gruan e vet. Allahu azza wa jall ja qoft sabrin për shkak se sa hek ajo. Sa hek fëmit e atij që e ka moralin e keq, po Ebu Hazim nuk jam të e thonë unë, tha hekin antarët e familjes atij, tha po hekin edhe kafshët. Tha kemi ndëgju nga të partë tonë që disa njerëz që kanë qenë të vrashkët me moral të keq, tha dhe qeni kur ka qenë në midis oborit, tha si ka i të dirë ta i mare janë nërkosh. Tha dhe moca kur ka i mrena dhe moca ka dalë pi shpijes për shkak moralit të keq. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu më i sjellshëm, më i edukum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atë Allahu e ka lavdru pejgamberin Allahut me moral të mirë, derisa paramendoje se ku Allahu na ka porosit dhe ka thonë: la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Mos ju bëni urrëtie dhe një popullit që të mos të bani drejtësi. Bani drejt. Veproni drejt, se Allahu i don të drejtit dhe të drejtit janë më afër devotshmërisë. Ibn Taymija thot, kjo ajet e di për kana. Tha kjo ajet është për çifutët dhe krishterët. Thot urrëtia e kërkuar prej anës Allahut. Urrëtia e kërkuar, që Allahu azza wa jall na ka porosit që të urrejmë jo muslimanët. Pra Ibn Taymija thot, urrëtia në këtë rast është obligim. Mirë po dhe drejtësia obligim. Dhe Allahu ka thonë, mos ju bëj juve ajo urrëtia që Allahu ju ka porosit ndaj krishterëve a çifutëve, e të banin pa drejtësi ndaj atyre, bani drejtësi, se drejtësia është më afër devotshmërisë. Paramendoj, pa cili din ne i takojmë dhe nëse një popull krenohet me diçka, ne posedojmë mu krenu me diçka shumë me rëndësi, për këtë arsye sikur që këta tekste të shndrohen në vepra, vallahi popuj do të kishin hinë në dinin e Allahut azza wa jall grupe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Hajjatul Wada në Arafat pranë 100.000 sahabë. Çka tha pejgamberi Allahut? Normal se ju e dini kur kanë politikan mitinga apo kur kanë fjalim me rëndësi, çka ka me folnda? Ka mi zgjedh fjalët më të rëndësishme me ilon porosi për çka se tubimi është më i madh. Dhe njeri kur ka tubim më gjanë përgatitet më fort. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Hajjatul Wada, në hutbën e lamtumirës, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alejkum ka hurmeti yawmikum hadha. Ta dini se molli e njëri tjetrit, gjaku i muslimanit, nderi i besimtarit, e keni haram që ta cenoni. Pra sikur që e kena haram që prekmi mallin dikujt, sikur që e kena haram të dermi gjakun dikujt besimtarit, e kena të ndaluar dhe që cenojmë nderin. Si cenon nderi? Imam Nevaviu ka thonë, me përgëju muslimonin qoftë me gjest, apo me shkrim, apo me fjalë, me përqeshën në fizionomin e ti,
në pasurinë e tij, në autoritetin e tij, apo në fëmijët e tij, apo në familjen e tij, apo në gruan e tij, apo në personalitetin e tij dhe kështu me radhë, ka thonë kjo prej gjunave që i kanë rënë në ujdi krejt dietarët. E pastaj ka ndryshu, sa prej gjunave të mëdhoja që njeriu nëse flet apo ja cenon nderin, a bëhet fasik apo jo. Ibn Hajar Haytamiu Shafiu transmeton dhe thot, nëse cenohet nderi o xhallarëve dhe hafizullarëve, ato që e bartin Kur'an i Kerimin, ka rënë në ujdi dietar se prej gjunave të mëdhoja. Ai që bjen gjuna të madh në sheriat quhet fasik. Ai që janë fasik nuk ka mundësi t'i pranohet lajmi. Për ata e kanë pyet njërin prej të parëve tonë dhe ka thonë, a mund të jetë i drejtë ai i cili përgojon besimtarët? Ka thonë asesi. Po ai janë rënavec. Pra të parë tonë është konsideru rënavec vetëm ai i cili i ka përgoju. Po çka puna atij që prezanton? Në me një mexhlis prezanton ku bëhet gibet. Prezanton në atë mexhlis ku përgojohet se në nderi muslimonit. Transmeton me një hadith të vërtet ku Majz ibn Malik ishte ai i cili ra me një gjuna, ra në zino. Erte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulallah, kam ra në mëkat më pastro. Kam ra në mëkat më pastro. Erë 4 herë. Tha çka don ja Majz? Tha pastrom ja Rasulallah. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urnoi të gurzohet Malik ibn Majz. Majz ibn Malik. E gurzuan, kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pranë di muslimanëve. Dhe njëri nga ato dhe than, e pave, 4 herë u kthi derisa u gurzu sikur gurzohen kafshët. Heshti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hecën pak derisa të arritën te një gomor i ngordh, i coft. Tha ku është filoni dhe filoni? Njëri foli, qetri e ndëgjoj. Tha ku është filoni dhe filoni? Erdhën pranë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, bujrën, hani mish. Tha Allahu të falë ja Rasulallah. Angronët, mishi gomorit të ngordhur, tha atë që hangrët pak për para, ishte më e keqe se atë që e kini pranë jush. Atë që e ngrënë dhe për para, ishte shumë më e keqe, atë që e përgu juat një musliman, i cili patron zino, pa të bo makat, dhe e mund dëshkimin e ti, atë që ja prekën nderit, majzit, vllau të juaj, a shumë ma e keqe se sa të hani mish gomorit të ngordhur. Ibrahim ibn Adhemi i theri dhe misafir në darkë. Erdhën misafirët, njëni mungoj. Pe presin atë dvene. Qka e biseduan? O, thanajt e dvene, se ka se zvjen kolaj, vanohet. Ibrahim ibn Adhemi tha, baballar tonë për para kur hajshin, njerë hajshin buke, pastaj mishin e lishnin në fund. Tha pikurju ja kini nis njerë mishin e të në bukën. Tha Allahu të më shiroft në asë mish asë bukë, halas ja kena nis. Tha atë që e përgëjuan vllavit e juaj ja kini ngron mishin. Tha kja është adeti, zakoni për mbysur. Tha baballar ton, të cilët stërgjishat ton, e kam pas tradit. Njerë të hajnë bukë e pastaj mish. Pra transmetohet gjithashtu me një transmetim, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte prezent, erdhën disa sahabi dhe njëri nga ato hangër dhe shkoi. Pasi të shkoi, njëri pranishëm e përgojoi ata. Çka e përgojoi? Jo sikur përgojimet moderne, bashkohore. Që me ilustrim, tërthorazi, e pastaj tutër se mur vesh për kanë e kam. Po qeve për filonin, edhe halonin dhe këta, do me thonë deri ta qojë në fund se le. Pa ato vetëm di fjalë ja kanë thonë. Për shembull, o ai janë shiron, tër dvene, zvjen kollaj. Pastaj me zi qohat me shku. Çe kaç? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
tha kru një dhëmët, pastron një dhëmët, tha se janë granët vëllaut juaj mishin. E për ata, Abdullah ibn Omeri, bante tavaf në Qabe, u selte o kolla Qabës, e shiqon të Qabën dhe thoi kjo i Qabe, sa e shenjtë. Mirë po nderi muslimoni tash ma i shenjtë se ti. Pra mu që njoni, me përgëju dhe me thonë vallaj Qabja shtremt, apo, celi prej neve është razi, që dale dikush, ta ofendon Qabën, as njoni prej neve nuk pranon. Për që ta mërmenja, anderi muslimoni ta shumë ma i shenjtë dinin Allah se Qabja. Për këtë arsye, besimtari duhet me frenu vetën e ti, nga se pejgamberi Allahut e ka definu muslimonin kusha musliman. Ka thonë kusha musliman? Ka thonë men selim el muslimune min lisanihi wa yedi. Musliman është ai i cili shpëtojnë musliman prej gjuhës dhe dorës së tij. Musliman është ai i cili shpëtojnë musliman prej dorës dhe gjuhës së tij. Ne nuk e kena për qëllim kërkan. Për çka se vallahi e kam për qëllim ma i spari vetën time. Tash ki libër më ka sjell dobi dhe në ka sjell dobi me një periudhë dhe kja libër i bereqetshëm. Dhe mendoj autori Allahu e rujt, kur e ka shkujt këtë libër, e ka shkujt me shumë sinceritet të madh. Edhe pse ne s'kena in zemrat e atyre Allahu azza wa jall, ma mirë din. Mirë po duk shumë ka bon dobi derisa ka i mokun e librave, ka i mokun e ngjarjeve që kanë ndodhur tek selefët e ka prunë që këtë libër. Dhe kja është libri, që kur e mësojshmi me studentët në Egjipt, kur e kish në dersin, i thosh në një shoku të fol diçka të ke slave rrugë. Unë slash, po ki libër s'na like rrugë. Për çka se me ndëgju gibet. Çka gibet? Gibet është me përmen vëllavin tanë që s'ka qef ai mu përmen. Çaja është gibet. Qoftë tash me sin, me abon, apo me gjun, apo tërthorazi, apo direkt, apo pa marrë parasysh. Çdo sen që s'ka qef ai mu përmen dhe nuk është prezent, është gibet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha tadruna me l-ghiba. A dini çka gibet dhe përgojim? Ka thonë sahabët, shokët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha me ja përmen vëllavit tanë të keqë. Pa o konë ati. Ka thonë ja Rasulallah, po nëse atë që e përgëjoj për një meha që është do s'jep të janë gjitë. As si shtoj, as si pakoj. As ja kam gjitë, as ja kam shtu. A që shtu që ishë po flasë. Tha nëse ja përmenni, apo ja përmenni vllavin e ju, sukur që shanë, a i s'ka dëshirë me ja përmen ku ja përmen, ki bon gibet. A nëse ja shton, i ki bon zullum. Gibeti, që ka thonë djetartë, selefët, ka thonë kemi pa djetartë mëndoj, pi harameve, ashtë rujtë. Pi gjunave të mëdhaja dhe të vogla është rujtë. Pi ngranjës, haram, është rujtë. Ka po sabër. Ndështë të barku në unë të ka pas, a rujtë pi haramit dhe se ka dasht. Hakin e uj se ka dasht, a mo gjun e vetë se ne ka rujtë. Për ata poeti arab, thot, ihfadh lisaneke ejuhal insanu. Ruje gjun tonë o të njeri. La yaldagannaka innahu thu'banu. Mos të kafshuje se ajo e gjarpën. Gjarpën e kap, dredhët ka qëtije. Pra la yaldagannaka innahu thu'banu. Ke kujdes se të kafshon ty. Transmeton Imam Ahmedi dhe Ibn Hibani një transmetim nga Ebu Hurajra. Tha i treguan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i thanë është një gru, e cila ban namaz natë shumë. Ban këtë ibadet dhe këtë. Vetëm një të keqe ka. Tha e shqetson komshin e saj me gjumë. Tha hi e finnar. Ajo është në zjarë. Tha është një gru e qetër. Tha nuk është ibadet gjike e modhe. Amo, tha kërkan nuk e shqetson. Pra nuk është bamir se e modhe. Amo gjuhën e saj e ruan, tha hi e fil gjenne. Ajo e ka vendin, ku? Në gjennet. Transmeton Sufjan ibn Husejni i cili thot,
isha te Iyas ibn Muawije. Dhe Iyas ibn Muawije tha e gjeta një misafir te Iyas ibn Muawije. Nejta pak, deshta më ngrit me shku mirë po, nuk u ngrita se u friga se ai që ishte te Iyas ibn Muawije do të më përgojoje. Prita derisa u quaj. Kur u quaj, tha i thash Iyas ibn Muawije, a di pse nejta? Tha s'kisha kohë që ka çgat me nejt. Tha po tuta që i misafiri po përgojojnë. Shiqoj dhe në tha. Tha e ki çlirutit Dejlemin? Një qytet prej qyteteve. Në aton ka Kina. E ki çliru, tha qatë qyteti? Tha jo. Tha Sindin, e ki çliru ka Pakistanin aton? Pakistanin e ki çliru ti? Tha jo. Tha Indin, e ki çliru, e ki çu Islamin dhe ragje? Tha jo. Tha po Romën mos e ki çliru? Tha jo. Tha subhanallah. Kejt këto shpëtuan nejtën rahat pe i dorës tone dhe gjuhës tone, vetëm vllavi jotë së më pori rahat pe gjuhës tone. Ta prej asaj dite mu e kam frenu gjuhën. Për një me? Pas ka qertë të cilët më meritor të përgojohen, më meritor të mirëmi me to se të mirëna me vllaun tim musliman, që ka të mira dhe ka të këshia, ka gjunoje dhe ka sevape, tha prej asaj dite mu ka bon ilaç. Po si mos të bon ilaç, kurse ju e dini hadithin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka thonë pejgamberi Allahut, cili prej jush mi garanton disendi ja garantoj xhennet. Sigur me thonë, cili prej jush i din di përgjigje, ose ma jep besën për që kaq, ja jep 1000 euro në mujt. Ha? Nalet poshtimat e poshtë, cili për para po thot. Për atë pejgamberi Allahut ka thonë, cili mi garanton dicend? Hu di, ja garantoj xhennetin. Garanton ma ata që e ke me dibuzve. Dhe garanton ma nderin. Tha të garantoj xhennet. Pejgamberi Allahut nuk garanton pejonës e vetë, pejonës Allahut azza wa jall. Pra xhenneti Allahut fitohet kollaj, kush anë që na ndodh. Kush anë që na hedh me fytyra dhe me gjoksa në xhenem, që ke gjun? Ose duke fol, ose duke ngron mishin qerve, ose duke i ndëgju të qerë. Këta shtisa Allahu s'na i ka dhonë për këta. Këta shtisa na i ka dhonë që Allahu na zogjel me përmen. Pra i lumë se leve të cilët u unshin me gjriz i thëshim, ha, ku e patët fjallën, si ta kini të e përmen Allahun po jo një moj, si mos ta kini qova shkova. Kollaj e kishin ata. I thëshin njën për atis po të shofmi, ripak me neve, ulemot e përparshëm, tha jo, tha se i kam do misafir të shpia, ma me të vlerë se ju, tha qish ma me vlerë se na atë këshi kanë shmikon për ditë që po rri me ti, tha jo, tha ju shumë të mirini, po ato janë ma të mirë se ju, tha pse, tha për çka se kur të largona pe juve, ku t'ja kthej shpinën, s'jam i sigur që s'ma prek një nderin, a me ato shka po rri për ditë, kur s'ma prek një nderin, kush janë ata? Thashe Burejra, ashe Enes ibn Malik, janë shokët e pejgamberit Allahut, me ato tha po mirna, dhe ato po m'japin energji për çdo ditë, që unë të bona si ato, pa atë ka thonë pejgamberi Allahut, nëse s'bosh si kur ato shoqëroj të mirë. Nëse s'munësh më boj mirë, shoqëroj të mirë, nga se shembli ati që i shoqërëm të mirë, a shembli ati që i një dëgjan edhe parfima, edhe bile, disa ka përëndimi shkojnë, për ditë në supermarket të ajo, të qoshi i parfimeve, për ditë me loj parfimi lijet, kënë se po blenë. Pra në ti kalona për ata, se po ku e linë vetën tone, apo ta jep dikush, apo e blenë një parfim, apo sa po ku, në hatë, erë të mirë. Gjabiri transmeton dhe thot, ka në pejgamberit Allahut ishmi ullër, në hatë një era keqë, era e fliqët. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ape në hatë një këtë erë, thamë po, ja Rasulallah. Tha kjo era e ndytur nga gojat e munafikëve që i përgojuan muslimanët. Se Markan di ka thonë, pse ne tash s'pe në hatëmi këtë erë? Tha di për çka? Tha për çka këse, si kur me shku me një fabrik, që në ata punojnë shumë punëtor, edhe ka erë të keqë, i shef njoni ha, njëni qetri as ka nu mos, ka s'kur gjon, kur ti shti, së në merë fërim. Pra ato janë mësu me atërë, ka mundësi dhe me ngronë edhe jep, edhe i ven shisht ati, kurse faktikisht,
Ai që vjen prej ajrit të pastë kur ti e mrena, gulfat. Na jena gulfat gjunoj. Na jena gulfat në gibet. Trego me një që s'ban gibet. Trego me një që nuk përgëjon. Trego me njëni që e ka rujt gjën e vet, e mashallah të aliru tash me të qertë të mirët me që qertë. Vëllezër të ndershëm, kjo është për të çaj gjak para se të çajmë lot për të qertë. Siç ka thonë një poet. Po çuditnë me ato që po çajnë lot për të qertë, a janë më meritor të çojnë gjak për veten e tyre. Kush i ka siguru ato se kanë fitu? E kush i ka siguru ato se këto kanë dështu? Pra vëllezër të ndershëm, ne nuk jena të ja thonë fjalë dikuj tjetër, ne jena të ja thonë vetës tonë më ispani, pa shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi se në kohën e tij vetëm munafikët ishin ato që i përgojojshin. Njerë u përgojun me dine, era keqë. Po ti normal se ajri është i pastër. Me erë të këndshme mirë, po nëse ngorë diçka dhe era, çka? Ndotet për shkak ngordhësinës që ndodh. Për këtë arsye, ne lutim Allahun azza wa jall, që Allahu të na ruaj gjuhën tonë. Mos t'i azgjësojmë veprat të çato që i kena për Allahut azza wa jall. Se është ma let me i bo shejtani për çdo ditë tenton që t'na i shkrinje çato punë të mira që i kena. Dikush e ka me fjalë, e dikush e ka me namaz, dikush me agjërim, secili nga një ibadet ju ka dashuru, pra secili e posedon një ibadet që tjetri nuk e posedon, për këtë arsye të parton kur e shifshin vllavin e vet, më i plak se vetë. Çka thoj ke? Lumi ki. Ma shumë se vape se unë. Ki 30 Ramazana në 28. Kur e shifshin një matrik, thëshin lumi ki, ma pak gjunoja se unë. Pra vëllezër të ndershëm, asnjëherë asnjëni prej atinve nuk e ka pa vetën më të mirë se qertë. Nga se ai që përgojon s'ka mundësi me përgoju vetëm ku ta shofe vetën, se është më i mirë se të qertë. Pra ata ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëri nga ne hadith e shef qirpikun në sinin e vllavit vet, nuk e shef trungun e arrës para kamve të veta. Pse? Sa gjanë të këshiraj. Banderin e ka për para, jam shonë me krije se shef. A kur se ati një qerpik në si pas ka hin, ka për shef be vla. Ata e shef, kurse banderin e ka për para, nuk e shef. Pra kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra të mirë me atë që e kena pranë nesh, mendoj se Allahu azza wa jall. Siç ka thonën Abdullah ibn Shadhani, thot njof njerëzit që kanë pas më të meta dhe mëkate. Njof njerëz që kanë pas gjunohe. A disi ja ka mbulu Allahu gjunohet. Thotë se janë morë me gjunohet e qerve. Allahu ja ka mbulu gjunohet atin. Njof njerëz që si ka pasin jem gjunohet dhe mëkate. Janë mirë me të metat e qerve, Allahu ja ka zbulu të metat e tyre. Po kja është hadithi pejgamberit. Ka thonë, ja mashara men amene bilisani, walem yadkhul al-imanu qalbah. O ju që keni besu me gjuha, dhe ende imani s'ja ka prek zemrët. La taghtabu al-muslimin. Mos i përgojoni muslimant. Wala tattabi'u awrata. Mo po si përcellni të metat e tyre. Se thot pejgamberi Allahut, ai që ja përcjell vllavit vet të metat, ja përcjell Allahu të metat atij. Kuj që ja përcjell Allahu të metat, e korit, e turpron, e marron, edhe nëse izolohet mrena 4 murë. Muhammed ibn Munkadir thot para 40 vetëve njonit i patna thonë, o ti falementues, o ti i shkret. Mas 40 vetëve Allahu më ka bon shkret. Mas 40 vetëve Allahu më ka bon shkret. Selefët transmetojnë dhe thonë, nuk përgëjohet njeri me diçka, nuk akuzohet me diçka, e të vdes pa e sprovu Allahu me atë që e ka akuzu vllavin e vetë. Drejtësia Allahut të zogjel. As ka thonë pejgamberi Allahut, dillojet e dënimeve ngutën në dunjë para ahiretit. Cilët janë? El bagh, zullum, padrejtësia. A ka ma padrejtësi se gjuhën tone me shfridzu dhe me përdor për ata që Allahu s'ta ka dhonë? Allahu s'na i ka dhonë gjuhët me përgoju diken. A ka zullum më të madh se gjuha, mjeti, komunikues që dikush
e andron ta shpreh atë që don me shpreh. Allahu ta ka dhënë gjuhën. Atë që ke dëshirë me shpreh në shumë kollaj. Kush ta ka lecu? A thash Allah? A nuk e po njeri me mec, ka gjuhë s'mund ta shpreh, me nxi se e kupton ti çka po don ai. A disa vun për ta spjegu një send edhe përfundimisht prapë se ne kupton çka po do me shpreh. E kam po një program, kisha preferu që ta shofin të gjithë. Po inshallah do ta përgatitmi që para xhumos ta shlojmë. Kam po me një emision e rahme, Sheikh Muhammad Hasani, televizionin ti. Ju e dini se ka, janë i përqendruar në Kur'an, ke emision. Kam po 5 fëmijë, e kanë mësu disa suret Kur'anit Kerimit. A besoni se 15 minuta apo 20 minuta me nxi se e kënon të kul vallahu. Viç me pa se sa mundin e jipke, sa gjerë se ti shkoj ke deri sa e shqipton të kul huwa Allahu ahad, la ilaha illallah. Po vllai dash, Allahu na ka çu mesazh për neve. A pse s'ta ka bon gjuhën që shtume për atë këtë arsye po kje kokë me disa 3 sahat meja ngron vllavit tan nderin, dhe ja prekën. Dhe mos me lën rahat asnjë musliman, as në shtratet e tjera. A di pse thot Aisha Zejnebi e bia Gjahshit ka shpëtu kohën e fitnes kur akuzu Aisha. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka pyet gratë, çka mendoni për Aisha? Çka mendon ti? Çka mendon ti? Çka mendon ti? Zejnebi ka thonë vallahi nuk di për ta veçëm hajr. A nuk është Muadh ibn Jabali që arrujti nderën Ka'b ibn Malik? Kur tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka mendoni për Ka'b ibn Malik? U çu njoni dhe i tha, ja Rasulullah, Ka'b ibn Malik s'ka në xihad, se ju ka dashuru dunjaja. Do thonë që e ka boni deve, ashtu knaq me devën e vet. U çu Sa'd ibn Muadhi. A dim se Allahu e ngriti kaq që edhe arshi Allahu të lëkund? Ha? Ta tebben ma kult. Ta mjeri ti çka je të fol. Tha vallahi ja Rasulullah për Ka'bin nuk din vetëm hajr. Vanoj 50 ditë, wahiven për qiellit. Që ta arsjeton Ka'b ibn Malik. Allahu azza wa jall ti përmend ditën e gjykimit ato që u njollosën me nderin e muslimanëve. Edhe pse kanë qenë prej shokëve të pejgamberit të ndershëm, ama Allahu mësim, mesazh. Njëri prej atinëve ka qenë poeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Hasan ibn Thabit, i cili e ka mbrojt pejgamberin me vargje, me recitime, me shumëta, megjithatë rrëshqiti dhe ronda. Pse? Për çka se mësim për neve. Me thonë mos thuaj që jam i mirë dhe unë s'kam mundësi me gabu. Kanë gabu ata që kanë qenë më të mirë se ti. Për ata të Omer ibn Abdulazizi. Erdhë njoni e piti dhe çka mendon, tha me Alihin dhe Uthmanin. Çka mendon për Alihin e Uthmanin? Ta ndëgjoti njëri. Tha Allahu Omer ibn Abdulazizit, ja shpëtoj dorën, s'ja njollosi me gjakun e muslimanëve, ati shkret në ke ardhë me ma njollos edhe gjuhën. Pasi që Allahu ma shpëtoj dorën, s'mora pjesë në këtë furtun dhe këtë fitnë dhe këtë sprovë. A nuk këtë turb dhe marë, ti me marë dhe në ka dhe me ma përlidh dhe gjuhën teme? Njani prej të parve tonë, dik Hajjaj, Ibn Yusuf dhe Kafiu. Vëdis Hajjaji, dhe kipe për gënë, thot, mjeri Hajjaji, shaka me hej. A mjeri aj dhe mëriki. Të nëllë. Tha vallahi. Tha gjunohi ma i vogël i jotin. Me gjunohin ma të madh të Hajjajit para Allahut, ma keq për ti nga gjuna i jotë se gjuna jeti. Ti me kanë me cëllë gjunoj ki mu morë në akhirat. Ha? Me gjunat të tua. Tha gjunoj ma i vogël i joti, do të shifën ditën e gjikimi do qëtë ma bela, se sa gjunoj ma i madhi Hajjajit, se Hajjaji pitët për ta.
Tha dhe dije se nëse haxhaxhi ka gjunohe të mëdhoja dhe haxhaxhi ka vepra të mëdhoja. Tha halli jot ka me krahasu veten me haxhaxhin, kurse haxhaxhi ka çliru venda dhe ka prap islamin, tregon ti cëllin musliman, cëllin njeri e kishtin islam. Tregon, cili njeri ti i bon sebeb, e ka gjetë rrugën e Allahut dhe Allahut pesko namaz i ban namaz. Cili është a njeri? Dhe për ata mos u mirë me haxhaxhin, mirë me vetën dhe unë. Se Allahu az për ata Hasan al-Basriu, dhe e përfundoj me këta se zgatëm shumë, Hasan al-Basriu tha folshta për haxhaxhin derisa merr një lajm që mos stop Hasan al-Basriu s'ka me fol për haxhaxhin. A din se fjalë. Haxhaxhi kur boni me vdek, tha o Zoti i madh, tha mi fal gjunohat, se unë e di se ti je falës i madh, nga se krejt po më thojnë se ti s'mi fal gjunohat. Tha Hasan al-Basriu kam frikë se Allahu ndoshta kejt gjunohat që ka fal për ka kësajne. Tha se kejt njerëzit thoshin haxhaxhi ka bon dhe ka bon. Edhe kush ja fal meri haxhaxhi asnjoni s'thoj ke meri unë. Pa ata haxhaxhi tha ja Rab, shpresa ime ka me dhe vetë ti. Unë e di se ti fal shumë. Krejt po thoj se ti s'munesh me mi fal mu gjunohat. Pra fal mi gjunohat. Hasan Basriu pja diti, mo kur s'ka fol për haxhaxhin, ka thonë kam frikë se çat ditë Allahu azza wa jall këtë gjunohat mëkatet, edhe Said ibn Jubairin që e ka mit ndoshta Allahu azza wa jall e ka fal, ne lutim Allahun azza wa jall. Ti Allahu të na vëdison. Lutim Allahun azza wa jall që i keqqis të me vlerë që na i ka dhuru Allahu azza wa jall të na ban kujdestar. Ta burgosmi dhe ta frenojmë. Nga se mjet ma meritor që të burgoset ma shumë se gjua s'ka. S'ka kush që meriton të burgoset ma shumë se gjua. Pa atë shok të pejgamberit Allah dhe pejgamberi Allah kur ka fol, ka thonë ki pas mundësi me a numru fjallët. Dhe një plak, e pyti njoni tha, po aqë, tha, sa veti i bone? Tha e nëzirë një kupton një këtin, sukur se pleq të ndohoni që e ka në qeli, edhe tha, nën dit, që ishma në nën dit, ti e kupton ti tu plak, ala i ri. Tha ndëgjo, tha aqës, tha, te unë s'ka vlerë as një dit që në ta kam bon gjuna. E një dit, kur më ka kalu pa i bon Allahu gjuna, tha e kam shni një kokër në ta. E kam numru me kokër. Tha nën kokë i pasna. Para ta nën koka nën dit, tha aqës, tha unë i kam bon, që vlen unë me i thonë që ka që ka murnu, para ta për njoni prej seleve tha, i numrova një dit, i numrova orët, e një vitit më dulen 21.000 orë. Tha ku thash mjeri unë nëse për gjdo orë ka një gjuna 21.000 gjuna. Tha po me një orë ku me ditë sa gjunoj kena bon, lusim Allahu në zvogjel që Allahu të na falë. Lusim Allahu në zvogjel. Që Allahu subhanahu wa ta'ala na ban prej atinve të cilët mund të kujdesmi gjunën tonë. Lusim Allahu në zvogjel që burimin gjdo fjalë ta ketë në zemrën tonë dhe në logjikën tonë. Ta kontrollojmë para se dale. E mos dale, pastaj se nëse del më nuk ka mundësi të rikthehet dhe lusim Allahu azza wa jall që Allahu të mbjellë rahmet dhe dashuri në zemrat tona. Wa aqulu qabli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanallah walhamdulillah wa la